Ana trego ma shumë saj përket të dielës në fshat. Qysh është ka qenë jeta më përpara? Jeta përpara konë shumë e vështirë, shumë e mëndimshme. Kemi pas mundi shumë, kemi pas punë shumë, se kemi pas këtë se fa, po do me thonë këtë me rrimë, me punue, me bolera, me këto, kemi pas shumë keqë. Ata do të më punu vetëm me bunar, në zarroj, mi mje lopë me dorë, mi bë punë të shpijës që ashtu. Edhe unë jem konë vetëm me burën e hasrejtit, kërse kom pas nëmë fëmi, 2 vajza kërse 7 jem, i kom pas në shkollë. Keni punu? Kom punu i kom rritë fëmijen djemë t'i kom shumë të mirë, nusit i kom shumë të mira, jam familje madhe. Edhe nipa sa dush? Nipa kom edhe stërnipa, kom edhe stërmesa. Çfarë ndjenjë është më konë stërgjyshe? Stërgjyshe. Kërse unë 72 vjeqarë stërgjyshe. Stërgjyshe. Me 3 stërmesa e 4 stërnipa. Mashallah. Se plus nipa e mesa. 3 nipa tu po dojshin edhe po e shpërndashin rrushin. Rrushin, kemi shku në Vnesht, i kemi Vneshtët të tonë, kemi tokën e mire, e punojna, i bojmë tana tonët për veti, edhe kanë shku me marrësh sot për 7 shpi, se unë i kom 7 shpi. 7 djem, 7 shpi. E 7 shpi, ka 2 gajbe, ka 2 gajbe, shdo shpijës. E pse bu kjo? Po mes me shku 2-3 dit me marrë. Se s'kanë ku, po du me thonë me shku tejtë sot një java. E qysh të krejtë kjo pasuni? E po kanë punu shumë. Po edhe jo ma përpara, se une po du me nëzit prej tje. Në shkollët fillore ka njësë më punu. Pasha zotën. Unë kanë punu shumë. Edhe burëm ka punu në Ernik Gjakovës. Akon amalë stanicën në Bzërzës, kurse Erniki Gjakovës akon andish për të zeqja vetë. Edhe ka punu atë shumë. Ka pas rokë të mirë atëherë shumë mirë. Mi ka rritë në në vladë. Kreti kom mirë, kreti kom shnash. Se prej nipave ti po thuf në kam punu në fmit. A nipa të thanë krejt që to mi ka bu gjyshja. Edhe tash nipët e kanë masë fa, po unë e kom qef me zemër teme, me dëshirë teme, me shku në për fakulteta, me punu, më bo, si thonë adish një mesë kom për të i shkollu në të tovë për doktoresh. Shumë mira të i shku me nata 10 shansh të i shku. Po pak vështirë të i pashkën rrugës pak ka herë qëjmë shumë herë me kërë, kurse ka herë me autobus për të blovët. Po duhet, kur të hekish keqë, fitojsh djanin e fitojsh shkollën e fitojsh tëne. Po du me thonë, duhet me përbalu. Duhet me hek pak për me mujt me po suksese. E këta tjerë të i kom Prishtinë 3, adish në fakultet. Këta ja 2 i kom Prizren. E sa vinë të gjyshja këta? Për çdo ditë. Për çdo ditë. A kurse këta në fakultet çdo shtune vinë.